Dekorin e parë kur e kemi bo me pagesë, investoj diku 500 marka. Të nesër më gjona atë në gjekë ku gjë i këshim marrë gjitha. Unë kam ndjekë edhe shumë trajnime dhe ende i ndjekë. Dhe me bodasë më madhe, tha po, sa vete e ki 50. Nuk përfitojnë vetëm na, përfitojnë dizajnerat, përfitojnë prodhues. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Jeta Zagraqa dhe sot me mu e kam Shëmsie Dermakun, e cila është themeluese drejtoresh ekzekutive në Grand Decor, Grand Flower, Grand Events dhe Grand Venue tash. Shëmsie, mirë se erdhe, faleminderit shumë për kohën. Mirë se gjeta, Jeta, ishte kënaqësi. Shëmsie, nëse muj me fillu pak prej prapavis tonde edhe qysh ka fillu krejt rrugtimi jati ndërmarrësisë? Po, kem fillu prej 1999 në shtatorin e pas luftës, kur unë gjatë kohës së luftës isha në Belgjik si refugjat dhe kthehemi me familjet e para në shtator të 99-s. Ka fillu për familjar, kam pas dasmën e djalit tezës dhe duke qenë se kam dashur gjithmonë të bukurën, kam dashur çdo herë me bu diçka të veçantë. Tregu pas luftës ka qenë shumë i varfën, me shumë pak gjana, atëherë jemi drejtuar drejt Shkupit, të marrë parasysh atëherë Shkupi ishte një qendër ku mundshëm u furnizu, kemi marrë disa gjana, elementet vogla ashtu dekorit, dhe derisa e pan musafir dhe shoqënia, do më pan diçka që se kishim pa ma heret, normal kështu dhe filloi. Po, do më thonë kem fillu mas pari për familjartë. Okej, ishte ky një moment që ti e përne dasmën e parë për djalin e Aqës, mandej the që tezës, dhe mandej e pa që mundet me u pëlqy dhe ka hapësirë edhe në treg për me zgjidh një problem që s'ka pas zgjidhje atëherë. Po, edhe pse në atë kohë, në të momentin që u ktheva, fillova me punu për Komitetin Amerikan për Refugjat, dhe fatmirësisht edhe dasmat fillu me u bo vetëm vikendeve. Dhe kisha mundësin, tu marrë parasysh atje punojsha nga e hana deri të premten, e shtore djelë, dhe më thonë, ishin dasmat, fillu ma ashtu një me një dekor të letë të tavolinës së qiftit, po e kom cek disar, po e përmendi dhe këtë, dhe më thonë, dekorin e parë, kur e kemi bo me pagesë, sepse të djali tezës ka qenë, dhe më thonë, baza vullnetare, më kujtohet që investoj diku 500 marka. Marka ka qenë valutë që është përdorë pas luftës, edhe për mja marrë 100 euro shërbim. Dhe kur shkojmë i mbledh të nesër, më në gjona atë në gjekë ku gjë i këshin marrë gjitha. Wow! Dhe me thonë, aj koncepti që e kemi pagu, po mirë mas ne i thira në telefon, s'ka pasas mobil atëherë, u dash me thirë në telefon shtëpis, me prit pak, me pushu, ata mas dasmës, diku ka ora 11 ditës, i thrasi, pës njerë shkalut me dasmës, mas ne thëmë, si duke dikosh prej familjarve nuk e ka di që ato donë mund këty, po marrveshjen e kem me nusën që pa ta bo, dhe me thonë, që donë më këthy i këthyn. Gati me hinë minus me... Po jo, këto e di pse e potencaj gjithmonë, sepse nëse nuk je fort, nuk je guxim, ndoshta e kishë qenë dasma e parë edhe e fundit. Sepse kësha thonë se është ky biznes, mi shti 500 mark, me i marrë 100 mark, me i unë 400 mark atëherë ku është esenca kësaj. Mirë po, dhe më thonë hasa në klient, të mirë kuptushëm, i këthyn ato dhe na vazhdu. Po, sigurisht. Edhe mos me i pas këthy me kamkullësin tonë dhe sigurisht e kështë gjetë vullnetin me vazhdu prapë. Ku o biznisi sot? Numra, klient që të keni shërbyu ndër vite, 26 vjetë eksperiencë? Po, realisht biznesi kur sot është muj me thonë me humë modestin, muj me humë modestin, po flasë në fushën konë veproj, me njem pas fjales dasëm është fjala Grand Decor. Dhe tani që kemi hapë Grand Events, ne ma nuk po ofrojmë dekori, ashtë salës tonë, po prap janë klienta që dhe më thonë e kanë të mbjellun që dekori botë për Grand Decorit, dhe na shkrujmë vazhdimisht, dhe ju të regojmë tani që kemi hapë salën, nuk ofrojmë ma shërbime dekori, po propozoj punëtorit të mija të cilat kanë hapë kompani dekorive. Dhe më thonë ju japim e numrat e telefonit ty, një japim edhe faqet Instagramit, apo ku mundem me pa dhe punën e tyre. Të me thonë, prej punës tonde, nuk e dalë veç të ndërmarrës e suksesshme me u zgjeru, po tani ke kriju dhe ndërmarrës tjerë që kanë kriju kompanit veta ndër vite. Po dhe ka shumë. Dhe besoj që suksesi ty në gëzon pa mas, sepse përkundër që kanë bizneset të vetat, kemi kontakte dhe ajo që gjithmonë ma thonë të tashem ti ke qenë ajo që na e ke ngrit vetë besimin. Se për mu, në momentin që rritët vetë besimin, nuk mungan suksesi. Nuk mund është me vazhdu në biznes nëse nuk i beson mas pari vetë vetës. Derisa nuk i beson vetë vetës, shunët me të besu një klient.
Dhe derisa ato punojnë të unë, dhe më thonë, detyrat kur ju japë dhe kur i shoh që janë skeptike, dhe më thonë, ti kime bo këto, se e di që e bon. Dhe më thonë, veta kur ti tu e di që e bon, për mos me dale ajo keq, para me ka mu mundu dhe ka me bo. Dhe kjo është ajo që është ngrit vetbesimit e shumë vajza të reja, po kemi edhe djemë që kanë punu, të cilët sot kanë bizneset të veta. Shem në 26 vjet eksperiencë pune, soj vinte në vet i keni prapërsisht i keni organizuar? Po më dojë pyetje shumë e vështirë. Është fakt që nuk kam numër sakt, po por që kemi organizu pa numër. Tu marrë parasysh event është dhe një ditëlindje. E tash, kur është një ditëlindje, ne kemi fëmijë që ka shku dhe ditëlindje në 7-8, që për çdo vit e kemi bo dekorin për ta, dhe kur e hapëm sallën e tregum që ma nuk bojmë dekori jashtë sallës, fatkeqësisht sallat tona janë për numër shumë atë madh të musafirëve. Kem pas klientë që kanë thonë dush patjetër me bodhë një të vogël për ditëlindje, gjë që si dihet, ndoshta do ta bojmë. Sepse prej kërkesave gjithherë dalin edhe rritën to pjesa e viziones. E këtu kur e kemi fillu për një sallë, tani u bo salla e dytë, dhe normal tash kërkesat janë për një hotel, po jo. Te hoteli di që me qenë se tokën ku ne zhvillojmë biznesin, si në është me qëra. Dhe pjesa e sallave është diçka tjetër, po nëse investon në një hotel, në një tokë që e ki me qëra, është investim që nuk ja vlen. Po shofmi forma tjera. Do më thonë mos zgjeru gjithçysh se një gjë që se pëlqej është komfort zona. Dhe në momentin që bin komfort zonë duket që diçka s'është në rregull me mua. Dush me dalë me qelë diçka tjetër, mjashtë i vetës një therr në kombis me dhimbje të Me eksploru diçka gjithçysh. Me çfarë ekipe, çfarë e ke realizu krejtus? Parafërsisht sa njerëz i keni tash në për... Po tani te dyqani luleve normal janë 3 floriste, është asistentja që mirët me customer care, kemi ekipën e marketingut që mirën me webin, janë diku te 10 persona. Ndërkaq pjesa e dekorit, stafi dekorit janë 5 persona që janë të rregullt. Kurse tek sallat, normal këto kemë të bojmë vetëm me eventet, dhe këto janë sezonale. Po sezona e verës të marrë parasysh verës me 2 sallat në të njëjtën ditë, 2 dasma, do të thonë numri i të punësuarve shkon deri në 100. Okej. Wow, shumë mirë, shumë impakti i madh edhe ekonomik kështu për te të bukurës e estetikës që e përjetojnë nëpërmes punëve të juaja. Jeta është shumë interesant përpara, te dhe që mi taku, do më thonë në këto farë konferencat, e di kur ndëgjësha biznese, po ndoj persona që kishin biznese suksesshme dhe kur i ndëgjësha me admirim, unë atëherë kisha 4-5 punëtor, dikur u bënë 10, nashta shkum të 20. A thusha, kur s'ko me arrit këto, ndoshta kur e ndëgjëshe që atë moment, po derisa u kryke ai trajnema, po çfarë do të qoftë, në fund kur i pashe qysh ata kanë fillu të shafo, pse s'moj edhe une. Kështu që po e shoh që po mojshe. I ke përdor rjetin edhe njerëz si inspirim për me, nështë edhe mësime në ndërkohë, diçka? Po, realisht unë kam ndjekë edhe shumë trajnime dhe ende i ndjekë. Italinë e kam pas si vend ku kam ndjekë kurseve të organizatorë të dasma dhe të dizajnerë të luleve, të marrë parasysh që prej shteteve europiane, Italia ka qenë ma e lirë. E dyta, përkundër që unë nuk e njoh gjuhën italiane, gjesha se kur dan, zgjidhjet i gjenë. Do të thonë gjesha vajza shqiptare, Shqipërisë që jetojnë, punojnë në Itali dhe i paguja vinin për kthenin për unë. Do të thonë gjithaj kam gjetë zgjidhjen. Dhe të marrë parasysh kërkush s'ma ka lyp diplomën, kërkush nuk ka kërku që unë do të jem patjetër e certifikuar dikun, po çdo trajnim do bëj kema profesional, çdo trajnim mësoj diçka të re. Është ti ke budasëm edhe kjo pjesa e shoqërueseve, shumica derisa e marrin se shoqëruese do t'i kesh për shkak fotografive, se dalin bukur, se do t'i kesh në celebrim. Te italianët e kam kuptuar që ata datojnë prej shekullit 15, edhe ma tepër i kanë marrë për shkak që kanë besuar shumë në magji të zeza.
Gjo që unë personalisht, unë nuk besoj parë, dhe komendu që vetëm shqiptarët mendojnë. Ndërkash kjo dhe më thonë të pjesa italianëve dhe disa shteteve tjera europiane ishte shumë e theksume, dhe më thonë me hecë shoqëruset para nusës, që nëse ka më gjithë sesa. Më thonë absurditet. Po, janë disa gjona që derisa shkon ndonë eksperienca me organizatorë të tjerë, normal, ajo që ka ta i habit kishte numri madhi musafirëve të na. Sepse në dasmat europiane pa marrë parasysh në cilin vend, në më thonë me bo një dasmë në që musafirë është shumë e madhe për ta. Dhe kur unë i tregojsha që të na kem pas dasma me 500 musafirë, më dhoni që pa besueshme. Sa ju ndava në drejk me stafin, e kemi një klient në Zvicër në Kërzap, e është martu tash në shtator, për thamë, a i ki do me bo dasmë madhe, tha po, thash sa vete a i ki 50, shtoja dhe një zero për dasmat Kosovës që ato e qujnë dasmë madhe, po familjar ma shumë, na të pak të nuk e kena rezikun nga smundja e shekullit vetëmia, kështu që i ka të të mira dhe ajo, edhe pse shpenzimet në hava kështu. Shem, biznisjet s'ka nis ka që madh, nuk ka nis ka që plëtsum me aspektin e dekorit, me t'luleve, me sallat, qysh evoloj kjo, the që ke pas hezitimin, ose kur kam botë të tjerët, qysh i ke te i kalu këto, qysh e ke evolu vizionin e biznisit? Kur kam fillu për familjar, pastaj kur fillun kërkesat, njëherë ishin vikendet, dhe njëkohësisht unë punojsha në Komitetin Amerikan për Refugjat. Dhe normal e merren një pak të mirë, gjo që dhe ka qenë sfidë me marrë hapjen për me ndërprej kontratën atje, me vazhdu me dasmat. Mirë po e kam marrë atë hapë, sepse dasmat, derisa filloj më ushtu numri i lokaleve, fillun me u bo çdo ditë javës. E hanë martë, mërkura, e premte. Po flasme për sezonën, korre-gosht. Dhe ajo më detyroj, dhe më thonë me ndërprej atje, gjo që normal, nana ka qenë ajo para, jenë vete, qysh ishte paga mbi 1.000 euro që e merja, jenë vete, dasma ki vetëm 2 muj ditë, qka bon 10 muj tjerë. Mirë po fillun ditë lindjet, fillun lindjet e bebave. Tani, është shumë interesant kujtën e njefë, dhe më thotë, kemi qenë Mosgavusha, një trajnem të përbashkë, dhe më thotë, shema e më ko një Japoni, thotë edhe biznesi ju thotë shumë shpejt ko mu shu, thash, pse kujtë, ta sepse atje këshim fillu me bashkjetu, po kujtë asha tha nëse bashkjetojnë fëmi bojnë, nëse nuk bojnë dasma, dhe më thonë, fëmi bojnë, ose tani baby gender, baby shower, dhe më thonë 2 evente muan pa lind beba, mas nej ardhja e bebës në shpe, pas taj po fillojnë ditë lindjet, dhe më thonë tani nuk ka event pa dekor. Mas ne po tomë është diçka që me kujten ta po ki drejt. është rritë sigurisht edhe mirëqenja kështu ekonomike, popullsisë që kanë pas mundësi më shumë me i festu këto momente që në të kalumën është ta kanë qenë si evente ma të vogla familjare, edhe jo gjithsesi me dekor profesional, kështu që është edhe një tregus nështë i rritjes ekonomike, se me gjithat këto... Edhe rritjes ekonomike, po edhe, ndëgjam, rjetës sociale ka ndiku. Sigurisht. Sepse tani ki edhe dekore që nanat i bojnë vetë, e kanë mundësin, e ki tregun e hapën, sot gjitha i gjenë këto. Do në shkon i blenë, e dekoran, ka dhe shumë kompani të tjera, të cilat e punojnë për shtëpis, janë me çmime më të lira. Do më tonë se cili klient e gjenë edhe bashkëpunëtorin për buxhetin që e ka. Edhe kjo ka ndiku. Sigurisht. E përmende për shembull këtë që zakonisht femrat nështë afektohen pak më shumë se mashkujt, që ke pas prej nanës, e normal që shpëto me lonë punën e rregullt me rrugë të mirë për më bu ndërmarrse. Nështë folna pak për këto sfida, apo dhe sfida tjera të tregut të ekosistemit tonë, qysh i ke te i kalu? Tani, normal, në çdo popull, po flasmin në kohën me njerë pas lutës, mentaliteti si ka qenë, e kam cekë edhe ma heret, kur u bonën sallat e para të dasma, po thuj se të gjitha ato sallat kishin edhe motele. Dhe nuk ka qenë e lehtë si një grue vetme me shku, sa do që vozistja vetë, me makinë, me bo një dekor, tavlinës shqiptit nuk ishe shumë gjana elemite, një mbules, një lule, pak qira. Dhe më thonë, kur shkoj edhe hyje në atë sallë të dasmave e krye dekorin, po kur delja me një kesët shpraz, dhe më thonë, nuk është që s'ke mujtë mu paragjyku prej rrethit.
Po, unë këtu gjithherë kam se pas një gruaje të suksesshme, gjithherë gjendet burri ai që e përkra. Dhe fatmirësisht, domethënë kam pas një burr i cili më ka përkra, edhe asnjë gru nuk e din që kam e qenë e suksesshme kur fillon biznesin. Nëse kisha has me një burr që të kishte ndërprej me fillim, ti nuk kishe mujt me ndërmarr hapi me thonë, okay, na po divorcohemi se unë po du me vazhdu me këtë punë se unë i di që kam e mbri. Po. Për ato të tanë kohën i falenderona, sepse më ka përkra në kohën kur kam pas nevojë mas shumë të. Me qenë se janë më përkra, po prapë do më thonë, sidomos fillimi ka qenë shumë ajo që unë kam vazhdu. Je bo dhe non, që kësaj kohe, që shka qenë me balancu se këto kështu event management, menaxhimi i eventeve nuk ka orar, je në mramjeve, mëngjes. Sidomos me organizim, je deri në fundasmës. Dhe ka pas rast, tani kur kam fillu kam pas djalin të lindën, domethënë ka qenë, Aritoni ka qenë 3 vjet, po ajo nuk e kam pas. Domethënë kam vazhdu, shtatzon, ka lind vajza, dhe di rast kur kam pas dasëm me organizim vajzën e kam lanë me temperaturë. Po ka qenë burri ai që u kujdes për to gjatë asaj kohë. Është e pamundur mi thoni nusës, unë nuk mëj me të arson të ndasëm se e kam vajzën me temperaturë. Sepse ajo martohet vetëm atë natë. Normal që çdo nusë e të kish kuptu nëse nuk kishte në gjendja ma alarmante, po derisa burri ishte në shtëpi dhe më tregoi që ka zbrit temperatura dhe unë u qetësojsha, do të thonë edhe vazhdojsha dasmën. Po sfidë normal. Po shoqër që janë 2 prind, edhe mundën me plotësu njëri tjetrin në mungesë. Po e cek që pas çdo gruaje të suksesshme është një burr, por që ashtu është edhe nasion. Çka janë disa strategji kështu që i ke punësu që mendon që të kanë të kontribu mas shumë të drejt suksesit. Sigurisht këto qifte është dashme të besu ty për cilësin, për saktësin, me promovu punën tonë, dhe puna jo të fletë shumë, se është shumë e dukshme, por me gjitha qka ke animu më shumë? Unë mendoj që të biznes, sinceriteti është në ratë parë. Deri sa një klient po të beson ditën ma të rëndësishme të jetës, është shumë mirë me përgadit edhe klientin që perfektja nuk ekziston. Dhe krejt kërkesa që i ka mi diskutu në fillim. Mos me ja bo rafshë është ajo fjala popullore, po bëhet ose realizohet dhe në fund ditën finale mos mu realizu. Ato nuk i kemi pas asnjëherë. Gjithherë, dhe më thonë, kam shpenzu shumë kohë me klienta. Para dasmës, jemi taku 3 herë, 4 herë, 5 herë, nëse ka pas nevojë 10 herë, jemi taku, i kemi diskutu gjitha gjonat, te pjesa dekorit, gjithherë kemi bo një monster, e ka pa para prakisht nusja. Dhe ditën finalit të dasmës, nështë kam pas stres logistike, sa ki staf, shumë dasma, kem pas verës, ka pas ditë që kemi pas 7 dasma, me 7 ekipe me punu në edhe ato jo një lokacion, por krejtë Kosovën i me kanë shpëndan. Në ke pas ato streset logistike, ambrenën, normal a u kry, me t'i qu fatët, me pa e kanë bu mirë, a kina i vrejtje me ndryshu diçka, sepse u kone pa mundu. Nuk me mri në të gjitha 7 dasmat. Mirë po puna internetit na e letësaj, sepse ta që ke fatën Viber apo WhatsApp s'kish rëndësi, dhe në thonë edhe e pashe, a është realizu ajo që është kërku. Dhe nuset pastaj, ato që i kanë kry dasmat, ato kanë qenë marketingu ma i mirë. Sepse dhe sot me hi në faqe të grand evencit, review që i lexojnë prej nuseve, dhe më thonë, nuk ka review që është bo ato që s'përmendet të shema. Më thonë është kjo kujdesi ndaj nusës, janë edhe vajzat e stafit. Jeta më ka ra në shumë dasma, në shumë sala, me shku edhe në si staf, vajzat të organizimit, nësë kanë qenë pantollat, zini këmish të barë, kanë pas pula. Gjithmonë i kam obligu që brenda kasetës, që kanë qenë elemente tjera me pas pej, gjilpon, pula. Dhe shpesh nuk kemi shërbyve mësafirve dasmës. Po tani në salën tonë është kutia e veçantë ku, dhe më thonë, edhe takja nëse ju ka prish dikujt, është në gjithë që e regulan me njëherë, edhe ajo mësafire, dhe më thonë, e shian dasmën. Ne kemi kështu një vlerë të kompanisë Go the Extra Mile, me bo
për te, se kërkush nuk pret që prishet patenti fustanit edhe ka me gjithë zgjidhja aty, po kjo është ai kujdesi i shtumë që sigurisht ju ka majtë edhe ndërtuar. Edhe tjetra, për shembull vjen nusja, vjen ma herët i bojmë provat e vallëzimit edhe shoh që fustanin e ka tepër gjatë, nuk po mundet me vallëzu, nuk po mundet me ecë. Unë intervenoj, e kam çat guxim. Unë e kam guximin edhe me hi me shkurtu fustanin. Të thonë, e ka ndodhe, kam shkurtu, ose nëse ka qenë qasi material që s'ke guxu me shkurtu, e kemi marrë sa ora, shumë shpejt, ja kemi këthy një palë për fundi, e kemi kep, me pej, me gjilpan. Po më rëndësi kemi bo zgjidhje. Dhe që kjo është qaj marketingu që neve në manë në ta. Shem, qysh e ke ndërtu ekipin tënd me i bartë dhe me internalizu këto vlerat tua, nështë dhe cilësit tua, që mos me i dështu konsumatorët, klientat tu në ditën ma të rëndësishme të jetës vetë? Ka qenë shumë vështirë. Ka qenë shumë vështirë mas pari me bind vetën që nuk do të me qenë vetë shema. Dhe në fillim, normal, gjithëherë u dashmë kun shema, sepse nuk kanë qenë që pjesa e rjetëve, nuk ka qenë pjesa e internetit që ty ta ka mundësu me shku ekipa me kry punën e me ta dërgu një foto. Kështu që kur kemi marrë dasëm e kemi marrë 1 ose 2, edhe ato që kanë qenë afër, që me mujtë mi mbritë të dyat. Kur filloj me ushtu kërkesa dhe u ofru që kjo mundësi, atëherë fillova me marrë punëtor me shtu dhe mi bo ekipet. Po shumë interesant, jeta vajza ka qenë shumë ma e re, diku 12 vjeqe, edhe atëherë dhe punëtorin e këna pas në shtëpim po drëm. Zbret vajza poshtë edhe më shef tash unë të tjerë shpresa, ti e merë këto me emra, ty përmend ekipën ti shkan për shembull në Meral, ti kime shku atje, ti kime shku këto, dhe më thonë ekipet ty nda ditën që kishin mu realizu dasmat. Edhe më shenë stres, isha në stres, sepse ku nuk i delegon punë, stresin komplet e ki vetë. Dhe kur je qa shumë e stresu me zgjidhin e ki parasyve, ka një hen nuk e shef. Dhe ajo prej kandit vetë, e shef stresin temë dhe në mramje, nuk i kisha me organizim, kënë 3 dasma, u krytën dekorit, u ktheva në shpi mramje, mam tha, ti tha, shumë ta e ngarkune. Pse ta ti nuk i ndanë krye punëtoret ma herit, dhe ato mi pas grupet e veta. Dhe unë ala pengoj. Thash, po Lola, që shpo me ndonë krye punëtoret, ato në pa shku vetë mi pa. Po mam ti, edhe nëse shkan mi pa, s'paku ato e di nuk i nevoj të gjdo më nxes mi anda ekipet. Edhe ato ndryshe i mësojnë që ato punëtore, edhe punëtoret që i kanë krye punëtoret, ajo shuke, kanë me di cilën punë kanë me kry. Dhe do më thonë ka qenë fillimi sezonës dhe di sa shumë kanë dimu ajo. Dhe në këtë formë do më thonë fillum isha unë, ishin krye punëtoret i kishin ekipet e veta dhe fillum me u printu kontrata 3-4 ditë për para për se cilën dasmë dhe mju caktu prej fillimit cilat dasma kanë mi marë. Që me i pajën printu mënyt, e në kry dhurata, filloj gradualisht veç me fillova më shkarku prej stresit të madh që e kisha. Me kriju një sistem, një organizim të punës. Dhe normal kur u kriju sistemi, atëherë kema let mi marrë 7 dasma brenda një dite. Për ndryshe, po mos kishë qenë sistemi, jo nuk i kisha marrë. Garan kisha me që aty 2 dasma, maksimum 3, dhe ato veç nëse kishin qenë të 3 në Prishtinë. Me i fuqizu njerës që punojnë për ty, edhe mi u dhonë pak hapësirë, nështë fillimesh me bo pak edhe gabime, se unë e kom përmenë edhe vetë kështë në disa për intervistave të fundit, që shumë e vështirë është aje kur ti je me dur tua e bën gjithçka me sy tu e vlerëson cilësinë që asaj edhe tash duhet me lon pak me të rshit prej dorës me dalë kështu, po të më siguru që kualiteti përmbushet. Po që kjo ka qenë qajo që pse unë fillim nuk më isha mu bindë se të isha dasma bot një herë. Nuk mund është me lo me gabu, se sunja këthen dasma një qiftit. Mirë po, kur u bënën ekipet dhe u kriju sistemi, ke ma e let me menagju me pa, po kryën mirë. Dhe më thonë, edhe nësë është gabu, ishtë problemi kishe ko me evitu, sepse nëse pa të bëj ekipe dhe ishin të ndame e kryke dekorin ma heret, atëherë nëse si shkry mirë ti kishe ko me përmirësu. Nëse edhe ishte në Gjakov, ti prap kishe ko me nis një makinë ekstra, nëse kanë haru diçka për me shumë e kompletu ato që kanë bu. Dhe ajo që kish gabu, për to ishtë një mësem që erën tjetër, kur uneske normal që u bëjshin listat, edhe kur mirëshin dhe më thonë mishtin
kena pas na dhe transportoni, po gjatë sezonës verës është dash me marrë ekstra transporte, edhe ta na e bënëm qatë sistemin që kur të bujnë me hi branda në makinë, u botikat. Kjo, dhe në fund, më thonë, fillun ma pak me arru, fillun ma pak me gabu, sepse nuk është që t'je penalizan punëtorin. Unë jam kundër këtyne që kanë qenë përpara, po jo po t'i analë në rrugë dhe a i vedisot, jo. Unë nuk mendoj që ti analë në rrugë dhe vedisan, analë në rrugë ti se ki ma atë punëtor. Po është më rëndësi mënyrën që është fletë me to, mi thonë, normal, nuk është mirë kjo që e ke bo, sepse neve po na kushtan, po du të me nis një makinë ekstra për këto. E vetë mënyrën që është ke fole ke bo ma vedishme, ma të ndjeshme, që herën tjetër, mos me ndo. Qëka e në disa, po një shumë, po mendoj kështë po t'i konkretizojnë edhe për kushtë që t'na ndëgjan, se këto aftësit organizative, menaxhimi i kohës, se janë krejt time sensitive events, qëka e në disa cilësi që për i lyp të njerës dhe të ekipi jo që i kërkën? Përgjithësinë. Ato çka nuk e toleroj, tani shumica thonë shema është e vështirë, kështu njohjen nuk ka të bëjë me të vështirën, ndoshta i përzin të vështirë me principet, kriterjet, po për mua është më rëndësi kur e merr një punë, e kur thot po e kry me kry. Edhe e din, edhe punëtor, nuk du me më thonë po për diçka që e di që nuk e bon. Kam tregu, nëse nuk më nësh me bon fillim të nuk jam i sigur të e bëj. Spaku. Një që shu keni thonë edhe ju klientëve, që ke bëhet, që ke zbohet, me pasu dhe të... Kjo, dhe fatmirësisht një me kam një ekip shumë të mirë, kam ekip, kam punëtorën që i ka 16 vite punë, grande karë. Këtë vetë dhe më thonë 17 vite i bërë. Dhe kjo dhe më thonë shumë. Kemi punëtorë që kanë lëviz, sepse të këne është interesant, si të mos të pjesa punës sezonale, kemi shumë studenta, që shfrytëzojnë 2 muaj ditë të verës, marrin një pagë, me cilat mas në ju shërbejnë gjatë studimeve. Dhe normal që unë i di që ata studenta nuk, për ty ka një pjesë madhe që nuk e zhvillojnë ma këtë, as biznes vetin, as nuk punojnë në këtë fush, mirë po gjatë studimeve vinë e punojnë. Dhe po tom, edhe për ta, që këtë pjesa që unë i kam kriterjet, mendoj që është një praktikë shumë e mirë që kam ju dashtë në të ardhmen, çfarë do biznesi që ata kanë me hapë. Se dhe punëtorëve, në momentin që fillojnë me punu, të punoni si me qene juja. Pse? Nesër nëse dinit jujen, ju i një vishtrajnu. Nuk filloni ma prej ajës. Po e dinit qysh e kini bu punën këtu, dhe më thonë tanën veç vazhdan. Edhe i bëni do gabime diku tjetër dhe mësani prej gabimeve dhe unë thamë me vjetë zanat, kështu, dikujna para se me pëndonden. Megjithatë, tu rritë kompanit dhe ekipet është gjithmonë vështirësohet më shumë me mbajt kulturën e ekipore, kështu, sepse tani jetë sigurisht të marrën punë më shumë njerëz, nuk je ki krye punëtor, ki nivelet ndryshme hierarkike, po folje pak për nështë për një sistem të punës. Çfarë të ka ndihmu ose a bërni diçka nga trajnimet e të tjera që të kanë ndihmu me mbajt kulturën ekipore edhe që të përgjegjshmërinë, se përgjegjshmëria vjen, nuk është aq e lehtë sa mund të thuhet, se ajo vjen me kredibilitet fjalës dhe me punë që e din që e mbat kapacitetin tënd edhe kohën që me mujt me thonë po edhe poja me met po deri në fund. Çka po bën për me majt kulturën? Tani me tregune që deri vitin e kalum nuk kam pas asistente tamën personale, tu atë çush po thu që ki sistem. Unë sistemin po pra po thëmë ka qenë sa do që mundosh me thonë jëm lider i mirë, pak problem është na shqiptarë, mi shu krejt. Qysh prap mendojna që nëse s'jemi na, diçka ka me ngecë. Po normal që derisa e kini asistentet mirë të ashtu, qa kom bo që sa vjetë? Paska. Po nuk e kam kërku. është që kjo mënyra qysh na mendojnë. Se përgatit vetë vetën jo, nuk mund se kush do që vjen, nuk është tonë, klienti nuk mund ta e me prit qysh e preson, mirë po realisht pe pret. Tani unë nëse po të jashtë vendit, dhe më tonë është asistentja, edhe ma vonë kam takona pra, po jemi taku me Elizën, gjithçka u konë rregull, edhe tash janë se bind vetën katar, si ko kanë rregull e ma asistente. Vështirë është me lëshu kështu pak, po e shet që... Po kur pelshom asë jep kapacitet, nështë me mendu dhe gjana ma të mëdhaja, me arrit tjera nivele, kështu, kur delegohet. Po punë e vështirë është, nuk mendoj që është të nash shqiptar të tjera mirë po. Jo, në mendoj e ndërmarrësisë që je shumë e mishnu me punën tënde dhe është pak e vështirë me
shumë. Me fillu, se kur fillon të na e ka pak ma njerëz gabime nuk mësojnë, në thëmë, djali jam 2 vjetë, rëzohet, i bando kështu mavjosje, qohet, kalon, me rëndësi mos mu thy shumë. Shem shumë evente, shumë njerëz, shumë diasporë, sigurisht. Çfarë ndikimi mendon që ka pas biznesi juaj në ekonominë e Kosovës? Po, realisht kjo pjesa e dasmave, rëndësia e saj u kuptu gjatë kohës pandemisë. Kur u ndalun dasmat, e pan të gjithë sa janë të lidhur me dasmat, disa direkt, disa indirekt. Dhe gjatë kohës kur nuk u fillun bizneset, për shembull, unë personalisht këtë pjesën e Grand Flower e kam zhvillu gjatë kohës pandemisë. Sepse nuk pa dasma, fillu me punu lule, patëm diasporën jashtë, dhe është shumë interesant. U zhvillu dhe një pjesë që ka qenë ma pak, e zhvillu me të natë pjesa luleve për rastet mërtore. Donë derisa nuk kishin qarkullim, kishin një rast mërtor në familje, na thjeshin telefon, donë porosishin një buqet ose një kuror, me u qu familjes, me një kartolin me u shprej ngushlime. Dhe të pjesa e luleve pastaj e pam që është një treg shumë i mirë dhe që ne kishmi punu vetëm për dasma, nuk kishmi punu me lule ma herët. Gjatë kur fillun pastaj me u lirun edhe fillun edhe dasmat, normal u pa me të vërtet rëndësia atyre. Sepse nuk përfitojnë vetëm na, përfitojnë dizajnerat, përfitojnë prodhust, ndesh të ushqimeve, prodhimet bujqësore, ndesh prodhimet pijet, këta djune prodhimi mishit, gjithë shka lidhet me dasma, sepse për 12 ditë, kur ka dasma çdo ditë, shpenzimet apo konsumit që bëhet gjatë atyne 2 muajve, po thuj se barazot me 10 muaj tjerë të vitit. Dhe me të vërtet kanë rëndësi shumë të madhe. Tani disa nuk i dojnë dasmat. Falem, pra po këthena të trajnimet në Itali. Dasma është e shajt. Mirë po, çfarë ka e ti do mi dhonë, a do me bo me 50 vet, a 100 vet, a do me bo me 500 vet, ajo është çështje personale apo familjare. Por dasma si dasma, me vesh një fuston të barë, me pas një datë të dasmës, që nesër mas nesër me pas një datë të përvjetorit, dhe fëmijët e juj thjesht me e ditë që e keni një datë dasme, me një fustan të barë, me një prerje tortës, ka rëndësia, ajo është e vogël një kaqe apo është 10 kaqe. Është tortë e martesës. Dhe më thonë, unë kur nuk kam qenë për dasma të mdoja, as sot nuk i pëlqej. Po, ato prapë të janë personali, janë disa familjare, shumica çifte nuk i dojnë në familja ata që kur të fillojnë me thirr nuk vëmë pa e thirr, ato nuk vëmë pa e thirr. Mirë po, thonë prapë se prapë, dasmat ka një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Sigurisht edhe me prurje diasporës këto, po edhe me promovim në shtatë të vendit, edhe sigurisht se Kosova ende ka një reputacion kështu shpesh për njerëz që nuk e dinë, jo të diasporës, po të hujtë në shtete tjera që është sigurt, ku është hartë. Më tregove më herët, po kisha dash me ndaj që ato që ka fillu me u bë dhe destinacion edhe për ju shqiptarë me orë më martu në Kosovë. Pse mendon që është ajo? Po ne kemi pas, në qërshor, kemi pas dasmën me çiftin e huj që ishte donë nga Palestina, nusja nga Afganistani dhe sollën 110 musafir nga Londra komplet. Dhe kjo nuk ka qenë përfitim vetëm për neve, ka qenë përfitim edhe për Kosovën. Pse, normal ata kanë qëndru 3 ditë, kanë flejt në hotele, kanë shku një ditë në Prizren komplet, janë siguru autobuset, gjithë ditën janë ushqy atje, kanë bledh dhurata, dhe më thonë kjo ka qenë një përfitim. Në të njëjtën kohë tani prej dasmës tyne, na kemi shumë kërkesa prej çifteve tjera, sepse ka marrë jehon shumë si dasëm, kanë pa ushqimet, kanë pa reviewin e tyne, kanë pa përshtypjet e klientave se kanë pas, dhe ata shoqni të huj që janë influencer në pjesën e TikTokut dhe Instagramit dhe kur ata e kanë bo një TikTok për sallën tonë dhe për adasëm, ai TikTok ka shku në 5 milion views. Dhe është shumë interesant kur qifte tjera mas ne pyesin ku është ky vend dhe ka pasë shqiptar për Kosovës që na kanë bo tag neve dhe përmes ty unë e pash kanë bo një postim për sallën tonë. Dhe
Tani kemi një çift gjerman që kanë rezervu për vitin e ardhshëm shtator dhe kemi një çift tjetër që janë nga Londra, të cilët kur më thirrin telefon, më thotë, më falë, thotë jam para hartës dhe po e lypi Kosovën, thotë po më del këtu që është me Serbinë, tash jo nuk jemi me Serbinë, po jemi shtet i pambarë. Domethënë don marrë me bot dasmë në një vend që nuk e din askush, po e ka marrë hartën e ka qenë përpara me pa kush Kosova. Puna ju i ka folë për qatë eksperiencën që mund me marë. Janë dhe çmimet tona ma të lira, llogarit, se dëgjojmë për këta jashtë çmimet tona janë shumë të lira. Sepse këta që vinë tek ne, me siguri ashtu kanë vendosur me po destination. Dasmë diku jashtë vendit ku jetojnë. Dhe duke marrë parasysh Italinë, ka vende shumë të bukura, po kostoja aty është shumë e lartë. Ka villë që vetëm çmimi i villës pa u përfshi ushqime dhe këto shkon deri në 100.000 euro. Dhe për ta me pagu një meny 60 euro për person, dhe 80 euro për person, pa pagu çmim të venjus, dhe të marrë parasysh që këtu te na kanë pastaj edhe pjesën e dekorit, të organizimit, gjitha me një vend, normal që për ta është shumë lirë. Vështë është edhe kjo. Po du me potencu këtë impaktin e ata njerëz që vinë, e bojnë një eksperiencë në Kosovë, flasin për ta, e tregojnë normalitetin ose gjallëninë e vendit që ka njerë po na penalizon kështu në imazhin ndërkombëtar që i kemi, kështu që është një ndihmes shtesë që promovohet Kosova, një farë soft power kështu. E kemi unu. Bile ta ceki që ne do marrim pjesë në Sardinia në muajin prill, marrë një konferencë kreative, kemi marrë pjesë me Grand Events. Unë në ato konferencë jam shku çdo vit, mbahen në vende të ndryshme të botës dhe kryesisht viziton prej organizatorëve të dasmave dhe speakers i kemi kryesisht këta organizatorë të dasmave që janë nivel botror, që bojnë dasma milionçe, që bojnë dasma për famshëm, këngëtare, familje mbretërore, këto. Dhe arsyeja pse këtë vit kemi vendosur me marrë pjesë me Grand Events është kjo që veç kanë filluar çiftet e huaja me na shkru dhe pse mos me kuptu dhe organizatorë që bojnë dasma që është një vend që ofron standarde europian me një çmim shumë më të lirë. Sepse ata kanë përfitime normale. Kështu që do jemi pjesë. Megjithatë, në Kosovë ky ekosistemi ndërmarrësisë, kudo që të fillosh ose kur ke filluar ti ka qenë edhe më vështirë dhe ka progres jashtëzakonshëm ndër vite, po nuk do të thotë që e kemi arritat nivelin e kënaqshëm ose njeri gjithmonë çtu ka përparu njerëzimit, u shty ka ajo që na konvenon më shumë. Çka janë disa aspekte të ekosistemit që me shumë me ndryshu i kishin ndryshu në për sa i përket ndërmarrësisë në Kosovë, që më u bë më të lehtë ndërmarrëse të tjerë me u kyç në treg. Tani është të tingëllon jo fort mirë, po kjo konkurenca jo leale. Në konkurenca është e mirë, po problemi është, sidomos te fusha e dasmave, se më ka ra me punë, po mdoj si organizator dhe kam vizitu shumë salla, shumica e sallave, a di shu kanë konkuru me zvete, me numër të dasmave, jo me cilësi, jo me çmim. Dhe janë gjendje me ullë çmimin vetëm e marë si klient me thonë dikush që unë e bona një dasëm. Dhe ne asnjëherë nuk e kemi lëshu çmimin. Ne mundohemi me mbajt cilësinë, sepse në momentin që lëshon çmimin kemi lëshu cilësinë, ato nuk e bojmë. Dhe çka është për tu habit, normal, është ende që një pjesë e sallave hala punojnë pa fatura, hala punojnë me kesha, nuk ju japin faturë klientit, dhe derisa nuk i jep, normal që nuk pagun të VSH, normal që çmimi jonë del më i lartë. Sepse tek ne dhe shke klient privat, dhe shke klient që bon event për biznes, dhe më thonë pajiset me faturë. Dhe nëse kjo do kishë në fuqi në çdo sallë, atëherë normal që nuk do kishin ndalë ma të shtrajtit, do ishim me çmime shumë ma, nëse jo të njëjta, dhe më thonë prapë në ashta për shkak cilësisë e kishmi pas një çmim atë nalë, po jo me qenë dallimet ashtë të mbaja. Dhe kjo po ndikon që pjesa e mos deklarimit, pjesa e se si punojnë atë fond, pak a shumë të pjesa e çmimit, ka njëherë dinë me të penalizu. Çka janë disa zakone apo rutina tuat personale që të kanë ndihmu me arrit suksesin tënd? Që s'di mu lodhë. Ose që shlodhesh? Po çlodhem, është e vërtet. Unë e çlodhem në ora 2 ose 3 natës, kur kryet dasma. Unë çatëherë çlodhem.
sepse është ajo që prej mëngjesit, kur shkoj, normal njerë ki takime gjatë ditës me klientat që vinë, që kanë dasmat në VM, ose ata që vinë për vitin tjetër me pa sallën. Mas nej vjen qifti, bojmë provat e vallëzimit, jemi tatë, mas nej fillon me ardhja mysafirve, kemi marrë me organizimin e dasmës. Normal që tash e kom pak ma vështirë, se në salla tjera unë marrë vetëm me pjesën e organizimit dasmës. Këtu normal është salla jote, ki në mbikëqyrje çdo detaj, unë defekt profesional, dhe më thonë tu hitë se kam problem nëse janë 300 vetë në sallë dhe tu hitë në për sallë shof ka ra një letër, një diçka ulem edhe marë, se nuk mundëm me pa. Dhe në fund të dasmës, kur fillojnë me shku mysafirët edhe i merë ato komentet pozitive, faleminderit, gjithçka ke perfekt, gjithçka ke mirë, ajo më çlodh. Ajo më çlodh, dhe më thonë kush ke me flajt, mirë u kry, shumë mirë. Dhe të marrë parasysh të pjesa e dasmave ka qenë sfidë, është të vërtet, ka qenë sfidë sepse me qenë grua dhe me u marrë me dasma, unë jë marrë me organizim, po thomë në tani i ki të gjitha, i ki dhe pjesën e kuzhinës, që ki kuzhinjerin, prapë se prapë dut me mbikëqyr, ki pjesën e shërbimit kamarierave, ki me shefin e kamarierave, po thomë unë jam ajo që edhe jam sallë, ku t'jom zyre prap i kom kamera, t'i përcjell, janë pika, janë t'u shërby. Nuk kjo e bën ma të veçantë, sepse tek ne, përsi sallë, normal tash po bojnë sallat bukra, se po shofin, nuk kam qef me përdor atë termin po kopjojnë, po shofin janë kërkesat të çifteve që po dojnë diçka ma ndryshe. Po, çka e ka bo sallën tonë ma të veçantë është që janë hallkat që është bo një zinxhir. Tu fillu salla e mirë, ushqimi mirë, shërbimi mirë, pasërtia. Këtë janë domethënë ato elementet që e kanë bo ma të veçantë. E për cilat unë të asnjëna nuk shëjte. Po. Aty nuk kam kompromis. Shumë u tha, plot mesazhe mendoj që u përcjellën edhe që dikush qoftë në këtë industri, po edhe cilësi të personalitetit që janë të transferueshme, çado që të vendosin me botë, trejat e Kosovës. Çka është një këshill, një mesazh që ja kishte thonë dikujt që kish me synu me fillu një rrugtim ndërmarrësisë në Kosovë? Unë përmenda në fillim vetbesimin, do me punu shumë e forcu vetbesimin para, pastaj me pas guximin me ndërmarrë. Dhe kur forcohet guximi dhe nëse ki kriza nuk kthehesh me njerë, sepse guximi të shtyn përpara, ke hy vazhdon. Nëse nuk e ki guximin, domethënë prapë këto janë të lidhura njëra me tjetrën. Ne ki vetbesimin, po se ki guximin stagnon. E ki guximin sado që nuk ka biznes të suksesshëm në fillim. Unë nuk e ceka këtu, po një kam pas 2 biznese dështume. Domethënë 2 biznese të vogla, me një biznese, domethënë kam nis ku kam jetu gjatë me një amasutës, kem hap një dyqan me suvenire, me normal, është shumë interesant. Kjo puna qëras. Ti llogarise në Kameniz, vend ma i vogël, qëraja e lirë, okej, po e qeli se qëraja e lirë. Jo, nuk i target. Domethënë, e pashë nuk shkan, e mbylla. Ma vonë u hapën disa kioskat e shkolla e mesme, aty kishte qarkullim të rive, e hapëm një kozmetik të vogël. Edhe aty nuk është shumë bashkëm, ishin mini biznese, po domethënë, aty e kuptova që këshyre targetin edhe ku i ki klientat, mos e këshyre qëran e lirë. Domethënë, ti ka të pagun qërat lirë kur s'ki punë. Po kur ki punë pagun qëra ma të lartë, kuptohet, derisa ti arrin pastaj e bën tonë, po si do që tjetë po tonë vetbesimi pare, e pastaj edhe guximi. Edhe, po mendoj që edhe vëmendje, shumë e afërt në çka po i vyn tregut, çka do mundet me vëmë shumë. Trajnimet pastaj janë pjesë që kompletojnë. Sepse unë kur kam punuar me Komitetin Amerikan për Refugjate, kemi pas një pjesë të ndihmave. Dhe ka qenë shumë interesant që shumica kërkanin ose makina kepje, ose pa gra ke pas që ka kërku një trajnim me u bedisu për diçka që do. Problemi ka qenë vetëm i marrë disa mjete, të cilat o i kanë përdor, o i kanë shqit ma vonë. Në momentin që danë me u kyç tash vetbesimi, guximi, po edhe trajnimi. Po danë me fillu në një biznes, nuk mundesh me fillu vetëm se po e bon ajo. Shem, ka që keshim kohë,
Po faleminderit shumë për sinqeritetin e ndarjen me bujaritet kështu të krejt rrugtimit tënd shumë të gjatë dhe të suksesshëm, ndërtimit disa kompanive të suksesshme në Kosovë, ndoshta ndrimit të fatit edhe do punëtorëve tu, gjithsesi edhe impaktin që ke bën në krejt mysafirët dhe klientët tu. Faleminderit shumë për krejt këshillat. Shumë suksese tutje në zgjerim edhe në regjion edhe në vende tjera kudo që po ja keni vënë syne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Veç nuk e ceka një detaj, tek ne kam fillu me shkru studenta të huj për marrë me kryen tërshqipjen. Wow. Edhe kjo është një pjesë të cilën nuk është shumë e zhvilluar këtu në Kosovë, po i dashur me u bë, sepse kur shkon kryen një praktik me një kompani të profesionalizuar, normal që mëson shumë. Ndoshta më ka dashur me vite, dikush i mëson shumë shpejt prej meje. Bravo. Kështu që edhe kjo kemi dy të hapuna. Është cilësia e jashtëzakonshme ndërmarrësve mos me hezitu me ndo ato që dinë që kanë pas kapacitet edhe me tjerë. Faleminderit shumë, Shem, suksesit tutje. Faleminderit.